Allahu është ai I cili o amër shpirtat e njerëzve kur t'ju vije e gjeli I tyne. Nëpërmjet melaqeve të ti të dërguara, në krye me melekun e vdekjes, melekul maut, për m'ja marrë shpirtin njerëzve. Allahu o amër, o anzjerë shpirtat atyre që nuk kanë vdekur e që janë fjetor, apo kur janë në gjumë. Kanë thonë ulema se vdekja është dy lloje. Lidhja e shpirtit me trup kur është I zgjuar, është lidhje e plot. Shpirti I njeriut është në çdo pjesë të trupit të njeriut. Ndërsa lidhja e shpirtit me trupin në gjumë është lidhje e pjesërishme, ku funksioni I shpirtit me trup gjatë gjumit përzullohet pjesërisht në pjesët e jashtme. As melaqja vdekjes e cila është ngarkuar me ja marrë shpirtat njerëzve, s'mund ja marrë shpirtin kujt pa lejen e Zotit. Për ata vdekja atribuohet Allahut, jo melaqeve të vdekjes. Melaqet e kryjnë detyrën, por vdekja atribuohet krijuesit. Ai është el muhi, ai është el mumit. El mumit që amër shpirtat e vdes. El muhi që I ngjall, I krijon, I lind këtë dynja tebaraka wa taala. Allah tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu është ai I cili o amër shpirtat e njerëzve kur t'ju vije e gjeli I tyne. Nëpërmjet melaqeve të ti të dërguara, në krye me melekun e vdekjes, melekul maut, për m'ja marrë shpirtin njerëzve. Allahu o amër shpirtat e njerëzve, hina mawtiha, kur t'ju vije koha e tyre për të vdekur, kur t'ju vije e gjeli. Pjesa e parë, pjesa e dytë, wallati lam tamut fi manamiha, po ashtu Allahu o amër, o anzjerë shpirtat atyre që nuk kanë vdekur e që janë fjetor, apo kur janë në gjumë. Së këndejmi kanë thonë ulemat e tefsirit Ibn Kathiri, Kurtubiju, para tyne, mas tyne, të tjerë, të shumë, se vdekja është dy lloje. Vdekje e madhe, kur t'i vije njerit e gjeli, e që është pjesa e parë e ajetit, dhe vdekja e dytë është vdekja në gjumë, e që quhet vdekje vogël. Ajo është vdekje e madhe, kur njeriu vdes dhe nuk kthehet më në këtë dynja, ndërsa vdekje e vogël është vdekja në gjumë, e cila është vdekje e pjesërishme. Thuaj ndryshe, Imam Raziu dhe të tjerë thonë, lidhja e shpirtit me trup kur është I zgjuar, është lidhje e plot. Lidhje, funksioni së cilës I shpirtit, funksioni I shpirtit, depërton dhe shfaqet në tërë trupin e njeriut, në çdo qelizë të trupit të njeriut. Nga floki I lartë deri tek thoni I kamës poshtë, e cili edhe është I gjallë. Shpirti I njeriut është në çdo pjesë të trupit të njeriut. Kur është I gjallë, kur vdes vdekje të madhe, shpirti ndahet krejtësisht prej trupit dhe çdo funksion I shpirtit në trup ndërpritet. Dhe më asgjë nuk funksionon në trupin e njeriut. Dhe bëhet I ngurtë. Dhe këtë shohëm me syni. Këtë dyte, përse shohëm shpirtin. Ndërsa lidhja e shpirtit me trupin në gjumë është lidhje e pjesërishme, ku
funksioni i shpirtit me trup gjatë gjumit përzullohet pjesërisht në pjesët e jashtme, por vazhdon të funksionoj në pjesët e brendshme. Për atë njeriu syti ka, por nuk sheh, edhe nëse ka hapur, dikush lën me sy hapur. Veshti ka, por nuk ndëgjon. Hunti ka, por ai çka dush nuk nuhat. Madje ndoshta edhe nuk nin. Sepse është përzulluar pjesërisht funksioni, frytet e shpirtit në pjesët e jashtme të trupit të tij. Ndërsa në pjesët e brendshme të trupit të tij, ato vazhdojnë të funksionojnë, ani pse me intensitet më të vogël, por funksionojnë. Gjymtyrët në trup tona funksionojnë, por ka dalë. Tani është ajo urtësia e Zotit për me pushu edhe ato vetë. Kur që kthehet shpirti trupit e që i bie zgjohet njeriu, atëherë kthehet në funksion edhe gjymtyrët e jashtme dhe njeriu sheh, dhe njeriu flet, dhe njeriu dëgjon, dhe njeriu nuhat, dhe kthehen funksionet e jashtme, sigurisht ato të brendshme, dhe bëhet lidhje plot në shpirtin edhe trupin. Çudia. Ky ajet kuranor dhe ajeti në surën An'am, huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Allah është ai i cili ju vdes juve natën. Janë argumente simbas shumicës absolute të komentatorëve të Kur'anit, simbas shumicës absolute, se njeriu kur është fjet, shpirti del prej trupit dhe shkon lart në qiell. Tani kthehet kur zgjohet. Kthehet nëse ka shkruar Zoti më kthy, por ka mundësi që ai nuk kthehet më heq, mbetet nalt, sepse vdes në gjumë.